Bota vazhdoi të fliste për Shqipërinë edhe këtë javë. Për diellën, ministren e parë të inteligjencës artificiale në një qeveri në botë. Nuk mbaj mend njëherë tjetër, sinqerisht nuk mbaj mend njëherë tjetër kur kërkesat për intervista drejt zyrës time të kenë qenë të panumërta si këtë herë për diellën. Dhe nuk besoj se ka pasur herë tjetër një lajm nga Shqipëria që të ketë kapur pas një egzagerim të gjitha antenat e planetit dhe të gjitha faqet e planetit. Ka kuriozitet të madh nga do akoma, ndërkohë që patjetër ka edhe dyshime në suksesin e ministres son, siç ka dhe kritika, apo pastaj nuk diskutohet çuditëra këtu në Shqipëri, ku sfundmi zbuluan se diella ka 6 gishta. Unë për vete s'kam asnjë dyshim që diella do të jetë një histori e bukur suksesi, por ajo në kaq pak kohë ka bërë aq shumë për imazhin e Shqipërisë në botë, sa edhe kaq do të mjaftonte për ta bekuar edhe sikur mos bënte më asgjë tjetër.